Shqiptarët mirë, Kosova ime. Mirëmbrëma të gjithëve, në Kush ka të drejtë. Sot kemi një bisedë që kërkon vëmendje të shtuar, sepse do të flasim për veten tonë, për shoqërinë tonë dhe për rreziqet që shpesh riheshtim. Kosova ka kaluar nëpër faza të vështira, nga ëndra për liri deri te sfidat e breshta të një shteti me tranzicion. Për të kuptuar këtë rrugtim, sot kam kënaqësinë të bisedoj me një njerëz që i ka vëzhguar këto etapa me syrin e shkencave politike dhe i ka dokumentuar me penën e shkrimtarit. Nga familja e hershme të mesiri i vogël deri te fenomeni i fundit që ai e quan mullahet në sallën e koncerteve. Me ne në studio është Hysem Breqa, shkrimtar. Mbi gjitha, ish kolegi imi i studimeve. Faleminderit shumë për ftesën dhe mundësinë e bashkëstudimis. Po besoj që më shumë se sa ju në libër kemi me shpjegu pse ka ardhur deri te ideja me humor, me mullahet dhe me paraqit ata që janë në një sallë të koncerteve, po jo të hyrë koncerteve qysh i shohim na, po në një model tjetër. Ka frymëzimi. Fillimisht, termi mullahet nuk është një term blasfemik, është një term nderues për prisit fetar, dhe nuk është ofendues. Ideja nuk është e rastit, është pas një studimi shumë vjeçar, i cili korrespondon edhe me ndjenjat personale dhe me kohën edhe vitet në të cilat jetojmë. Besoj që është një temë që është pak prej njerëzve që duhet prej tyre, qoftë prej elitave intelektuale, qoftë prej shkrimtarëve, qoftë prej institucioneve. Mendoj që është një... A ka të bëjë me në simetri me që keni shënu fenomenet, që keni shënu të mesiri i vogël, asaj të libri 2 shkrimtarit? Mendoj që është një vazhdimsi. Mendoj që është një vazhdimsi i atyre fenomeneve, atyre zhvillimeve socio-ekonomike dhe politike. Mendoj që nëse i referohemi librit parë është pak më e qetë situata, por në këtë të tretë sigurisht ajo për një etapë përfillë, edhe për hapjes së indoktrinimit të islamit ekstrem në Kosovë, ndërkohë që të vepra mullahet është finalja, ku ata shfaqen si një elitë e fuqishme me ndikim dhe që predikimet e tyre gjejnë zbatim në mënyrën e jetesës dhe sipas proklamimeve të tyre që i bëjnë kohë pas kohe. Ka duket më normale zhvillimi edhe evoluimi i shoqërisë në Kosovë. Në Kosovën e pas luftës. Kur e shikon për syrit e politologët apo për syrit e shkrimtarit? Mendoj që duhet ta shohim me dy sytë, edhe si politolog edhe si shkrimtar edhe si qytetar mbi gjitha. Mendoj që duhet që mos me ima thellën historinë, për shkak se unë nuk jam edhe historian. Po flasim për shembull prej pavarësisë, kur Kosova ishte një shtet i ri, kuptohet i bresht me institucionet të reja të sapo formuara. Mullahet aty ishin të sofistikuar. Paraprakisht ishin propaganduar për një shtet të bresht, për mosbesim në institucione, për mosbesim në rregulla demokratike, për mosbesim në kushtetutën shtetërore. Prandaj kishin organizuar edhe një demonstrat masive pas pavarësisë, ku e sulmonin rendin demokratik, ku kërkonin që të ndryshohen rregullat e sjelljes njerëzve, qoftë e drejta për mbulesë, qoftë e drejta për shkollim në kuptimin fetar e të tjerë. Por ky ishte një vetëm një maskim i tyre. Ju keni shkruar Misirin e vogël dhe Shkrimtarin, ku trajtoni gjendjen sociale dhe kulturore që nga koha kur liria ishte vetëm projekt e deri në ditët e sotme. Pe këtij prizmi, si e shihni evoluimin e shoqërisë kosovare? Bravo që nga tani nëse u punë deri në ditët kur ka ardhur në botim. Kur flasim për Misirin e vogël, domethënë flasim për vitet para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës, është një periudhë
krejt tjetër, ku ne kishim një situatë interesante, të mirë, shtirë kuptohet, ku ne veç kishim fitu lirinë edhe po krijonim shtetin gradualisht. Shoqëria nuk preokupoi shumë për çështjet fetare ose çështjet e besimit dhe nuk kishin probleme brendshme as brenda kishim Të prioritet kishin të gjithëve dhe të përballë Serbisë dhe vetvetes kuptim të shtetformimit. Pastaj me krijimin e shtetit Kosovës fillojnë situatat të tjera ku hyn loj çështja e besimit fetar. Ju jeni i profesionalizuar në shkenca politike. Po. Pse zgjodhet letërsinë për me shpjegu këto fenomene të cilat Mendoj që është ishme kanë edhe të mesiri, edhe të shkrimtari, edhe tashme të libri i fundit. Kam menduar që është me e lehtë që nëpërmjet letërsisë të shpreh defektet sociale, kulturore, politike në shoqëri. Madje kam lexuar diku në vepra të Reformë që dështon gjua politike për të thënë vërtetat, të cilat ka dështuar në fakt edhe gjua politike edhe historia, sepse kemi histori të pasakt, kemi mësuar kohë pas kohë për gjëra mbi vendosi po thu të individëve, po histori. Po, kemi pas historikisht gjatë shekullit të 20. Dhe mendoj që përmes letërsisë mund të shprehemi me sakt, pa ekuivoke dhe besoj që është ndoshta më e ndjeshme dhe prej të tjerëve dhe ndoshta edhe më sakt për të mos e shkruar e vërtetë e vetme. Cila është ajo e drejtë që ti konsideron që e keni kërku kur ishit i vogël? E kam fjalën tu te misiri i vogël. Të cilën mbas sot në Kosovën e pavarur po na rrshet nga duart. E drejta e vetme ose e përgjithshme ishte e gjithëve, jo vetëm kuptimin personal, liria, të cilën apo na rrshet sot nga duart, duke e pas parasysh nëse krahasojmë me qëllimin fillestar, mendoj që ka deviju. Sepse sot, nëse flasim tash sot në kohën e mullave, mënyrën e jetesës të cilën ne e kemi kërkuar që të jemi të lirë në kuptim të lirisë së shprehjes së besimit, e mendimit, e vlerësimit të gjitha tjerat, sot mullat kanë një ndikim negativ sipas mendimit tim, sigurisht pozitiv sipas mendimit tyre, të cilat përmes deklarimeve të tyre dhe proklamimeve zyrtare kërkojnë një mënyrë tjetër të jetesës, jo të asaj që është kërkuar nga ne në atë kohë, sa ata që kanë udhëhequr proceset e asaj kohe dhe tek e fundit këtyre nuk ju intereson çështja fort e besimit, se a beson ti apo nuk beson. Këtyre ju intereson të besosh sipas doktrinave të tyre. Dhe nëse beson ndrysh, atëherë këta kanë edhe metodologjinë e friksimit, ku xhamatit të tyre i shfaqin fakte sipas tyre, deklarime, citime, se nëse mendon kundër tyre, atëherë në kuptimin fetar të pret therri edhe zjarri i ferrit. Prandaj ju në romanin e fundit juaj filloni me një sulm imagjinar, apo ju dhash? Është Në një shesh Prishtinës. Po, nuk është edhe as imagjinar, por është një ngjizje e fiksionit dhe realitetit. Çajo ambicia mullave që ju e shpjegoni. Mendoj që Do të thotë rrezikshme është shumë e rrezikshme. për shoqërinë tonë. Po, është jashtëzakonisht e rrezikshme, e dëmshme dhe ka pasoja, dhe unë mendoj që pasojat kanë filluar të ndjehet për shkak se mullarët kanë marrë primat në jetën tonë të shoqërisë kosovare, shqiptare, si doni ta quajmë, ku në vend të rolit shtetit, këta kanë filluar të Sa jemi afër me atij realiteti? jemi duke shiu në tojza kuptuar, por duke e përjetu pa asnjë diskutim. Do të thonë ne jemi të e përjetuar në realitetin tonë përditshëm, Pushtetin e mullave. pushtetin mullave. Po, është një pushtet paralel, nuk ka ndonjë E si. ki fjalën kur thënë na, e ki fjalën Ne, të për shoqërinë apo edhe për spektrin politik Ne, që lërësem, ne kam fjalën të gjithë. Për shkak se unë mendoj që shteti i Kosovës
institucionet për shkak të brishqësisë së tyre, që është në fakt një parajzë më madhe, ju kanë nështruar fuqisë së tyre, të cilët fillimisht shumë vite pas, nëse kthehemi në retrospektiv, e kanë sulmuar rendin demokratik, kuptimin fetar, e kanë përdhos, e kanë thyë dhe e kanë paraqitur si diçka të pabesueshëm. Shtoj kësaj edhe brishësinë e atyre viteve që institucionet e reja, pamundësia me ju shërby njerëzve, korrupsioni e të tjerë, që po eri theksoj edhe është një parajzë e mollave për të shtri doktrinat e tyre dhe pastaj këta kanë kriju besim për veten e tyre që njerëz t'i besojnë doktrinës së tyre, institucioneve të tyre që janë paralele me shtetin, qoftë duke thirrë donacione, qoftë duke thirrë mjete financiare, qoftë duke kriju besim në ta që njerëzit të një farformë të donatojnë tek mullat dhe jo tek shteti. Tek mullat apo tek mullai X? Mulla X mendoj që është, A mundi të shpjegoj, kush është në të vërtetë mullai X? është një figurë mund ta themi alegorik, por nëse jemi më fill mund të jetë edhe reale. Po të mos që përfason Ai është komplet, shi edhe kategorinë e liderimit politik apo vetëm ato pjesës teologjike. Pjesa teologjike e mullave dhe i përfaqëson, ta themi, të gjithë që unë mendoj se janë në vijin e tij. Por jo të gjithë mullat, por shumicën që kanë ndikim absolut. A bashkëdyzohen, në fakt a bashkëtakohen mullahet themi tash me mullahet teologjik dhe mullahet politik në këtë pikën e asaj që ju shpjegon një libër, ligjërimit tyre, tendencës për të manipuluar shoqërinë nëpërmjet çetitës ligjërimit në emën të arruzit. Me qenë se ne jemi një kom që aktualisht jemi mbi 90% musliman, nuk kemi nevojë të friksohemi nga Qenërit musliman. të qenërit musliman dhe po ashtu nuk kemi nevojë të sjellemi si viktim sikur dikush po na anatemon, sikur dikush po na i humb të drejta, sikur dikush po na Për shkak se jemi musliman. për shkak qoftë edhe institucione shtetërore. Ne kemi një kushtetutë laike, e cila e ndon fen dhe shtetin, institucionet shtetërore dhe fen nuk e pengon për kundërazim me shtet, por feja është çështja e brendshme e individut. Këtë kuptim e njerëz doktrin, ajo ndisojnë individ të cilët në mënyrë anarkike. Unë mendoj që mullat e kanë shfrytzuar në mënyrë fantastike brishtinë shtetërore dhe doktrinën individuale e kanë shndruar në një platformë të përgjithshme e cila sot është shpërndar, është e mendikin dhe njerëzit që unë i quaj xhamati i tyre, që mund të jemi edhe ne, jetojnë sipas normave që ata i proklamojnë. I paracaktojnë. Po, i paracaktojnë. E përmend viktimizim. Domethënë është ndikimi i tyre shumë i madh. Për dallim prej ndonjë elite tjetër intelektuale, politike, kulturore, ndikimi i elitës në thonjza e mullave është i jashtëzakonshëm. Edhe i rrezikshëm. I rrezikshëm sipas mendimit tim shumë për demokracinë që kemi. Nëse ne vendosim të kemi një shtet teokratik, atëherë është krejt mbrekull. Por në shtetin që jemi sot dhe në qëllimet që kemi për integrime europiane, euroatlantike, unë mendoj që është një presë shumë i madhe për rrugtim. Po besoj që gjatë kohës sa keni qenë duke shënuar të njëjtin, jeni taku me njerëz të ndryshëm. Po, me të cilët e keni diskutuar këtë pjesë që shkeni duke u marrë në kohën e lirë. Kur javë ke shpjegu këtë narrativ, a janë bajtu, a kanë qenë neutral, apo kanë qenë kundër që një gjë e tillë çfarë qysh ju po e shpjegoni, nuk ekziston. për shkak se unë jam vetë praktikues i fesë islame, por kuptohet një islami tradicional, jo dogmatik dhe sheriatik sipas ekstremizmave që këta i shpërfaqin. Kam taku shumë njerëz, shumë dietar, shumë pris fetar të spektrit fetar, qoftë katolik, qoftë musliman, qoftë të tarikateve. Mendoj që është një frikë
ta diskutojnë si temë për shkak se ndikimi i tyre është shumë i madh. Në frikë se mund të jenë të anatemuar, domethënë janë të diferencuar nga shumica që është absolute tani e mullave, por fatkeqësisht është edhe pjesë politike e pushtetare e viteve të fundit, pa dallim ndonjë adrese politike, po flasim për gjitha qeveritë 10-15 vite. A janë edhe këbejesa që njerëz hezitojnë me fol për këtë Po, është arsyeja kryesore që edhe që e përmende pak viktimizimin, a ja kanë mësuar që ta mulla e shoqërisë se me përdor viktimizimin si armë e kam fjalën kur është karta kryesore e tyre, viktimizat përsekutohen ose garanti demokratik. Po, Pse shoqëria jonë bie kaq lehtë në këtë kurth? po, domethënë karta kryesore e përhapjes së doktrinës së mullave është të qenërit në thonjza i anatemuar nga shteti demokratik ose laik, ta e quajmë. Eventualisht i ndërtuar nga ndërkombëtarët. Ose ndërkombëtarët, sepse fetarisht nuk njohin ndonjë sistem tjetër përveç shariatit. Ndërkohë që në Kosovë kanë interpretime pak më të buta varësisht prej rrethonave dhe kohës, megjithse ko pas kohë proklamojnë edhe në media dhe në deklarime publike që A vjen më përpara shprehje do të ishte mirë se të kishin në shëroja që në më së Kjo është temë tjetër. Ne shumë mirë që preke këtë. Ne jemi shqiptarë para feve. Edhe para feve katolike, ortodokse, islami. Ndallojmë prej popujve tjerë që kanë ardhur bashkë me fetë, që kanë pushtu popuj, që kanë pushtu kombë. Ne kemi qenë këtu. Kanë ardhur fetë, është vlerë. Mësoj sen as për bjen që na duhet më dhon prioritet kombit. Nuk është të diskutueshme. Ku bjen ndesh që kjo me mullah? Ndeshja kryesore e mullahëve të sodit është sepse këta në fakt e luftojnë islamin tradicional të shqiptarëve. Jo për të më të mirë, po për të përfituar më Jo, për ta fshirë historinë e islamit tradicional dhe për ta ndërlidhur me islamin dogmatik, shariatik, që është më tepër ka pjesa arabe dhe është një luftë ideologjike me islamin otoman që është islami i jonë në fakt, sepse islamin të shqiptarët e kanë sjellë otomanët. Fillimisht përmes dishepujve Bektashi që kanë ardhur dekada para ardhes administratës, që kanë përgatitur terrenin kuptimisht shpirtëror sipas mundësive të tyre, dhe pastaj kanë ardhur edhe me luftë, me administratë, me reformat njohura. Por ka një dallim shumë të madh me islamin që proklamohet sot, që është një islam strikt, një islam i ftoftë, një islam që nuk pranon që pra që Zotin e religion kryesor të një po. Fatkeqësisht, megjithëse unë besoj në Zot, por jo në Zotin e mëdhave. Këta e paraqesin Zotin si një vrasës masiv që ka krijuar dhe ka ndërtuar shkritore të zjarrit ku do t'i djeg të gjithë ata që mendojnë kundër Pse ndodh? Ideologjisë jo të Zotit, por të mollave. A keni Unë mendoj që janë shpikje të prekshme të tyre dhe nuk kanë bënë asgjë. Se i bëj këtu shpikje Është ose forma më e mirë për të përforcuar shpërndarjen Aradhët e veta. përhapjen e doktrinave të tyre, që ti friksojnë njerëzit, ti nënshtrojnë, ti bindin ose ti indoktrinojnë që ata atëherë të jetojnë të bindur sipas rregullave që këta i proklamojnë. Po. Ati rrafojmë edhe njerë mullahet të fusin në sallën e koncerteve, në sallën virtuale. Pse pikërisht në sallë koncertesh? Mendoj që fillimisht ta sqarojmë. Salla koncerteve do të ishte një sallë ku mullat nuk do duhet të ishin aty. Por me qenë se kanë depërtuar, atëherë ata janë në sallën e koncerteve dhe në vend të një xhamati ta quajmë, siç këta e quajnë, që ndjekin shfaqje, koncerte e opera, tash ata dëgjojnë në sallat e operës. Është edhe pamin e keni dhunë në kopertinë e keni dhunë si më kun ngjyrë në sallë, jo edhe në ngjyrë fetare, por si më kun në sallë operave.
Dhe është kjo rastësore apo mund të jetë edhe rastësore. po shumë do është mjo përshkatës sikur këta janë disa tenorë të cilët e kanë zërin më të lartë, ndoshta edhe zërin më të mirë, edhe mund të dëgjohen larg e më larg, edhe prandaj përzgjidhen që të jenë të tillë. Në fakt, ata janë shumë të përzgjedhur, shumë të ngritur në fushën e tyre, shumë të përgatitur, dhe është pothuajse e pamundur nga një stres pak më ignorant të përballesh me ta dhe mbase për një kohë shumë të shkurtër mund të jesh i indoktrinuar i tyre. Në sallën e koncerteve, këta proklamojnë frikë. A ka të bëjë me kulturën tonë? Absolutisht ka. Qëllimi kryesor i tyre është largimi nga. A është kjo çështja e mëllave në sallë të koncerteve, a është simboli i kulturës sonë që po uzurpohet nga një ideologji? Në fakt është uzurpuar, sepse në sallat e koncerteve, që mund të përfshihen edhe sallat të tjera jo të koncerteve, janë të uzurpuara nga mullahet dhe janë të stërmbushura me xhamatin e tyre, të cilët jo vetëm që i ndëgjojnë, por janë të bindur në deklarimet e tyre, i mbështesin deklarimet e tyre dhe po ashtu edhe i financojnë qëllimet e tyre, jo vetëm në Kosovë. Madje nëse flasim për romanin aktual të mullahet në sallën e koncerteve, ngjarja kryesore zhvillohet në një shtet perëndimor, ku mullahet shqiptar të Kosovës e kanë shpërndarë doktrinën e tyre atje. A është ky shteti perëndimor ku jeton diaspora, të cilën sipas interpretimit juaj këta dinë me shku edhe jo vetëm vijel, jo vetëm din, por qëllimi kryesor i tyre që edhe është arritur, këta kanë shku atje, kanë çu diplomatë e tyre në thojza, mullahet e tyre, të cilët janë të emëruarit e tyre, që tani kanë filluar edhe të ndërtojnë objekte fetare që mësën absolutisht kundër, por jo në vendet ku jetojnë, ku i kanë getizuar në vend që të kërkojnë prej tyne që të angazhohen, që të përshtaten me shoqëni vendase, qoftë në secilin shtet, Zvicër, Gjermani, Austri, Norvegji e të tjera. Kulturën edhe në qëllimi i tyre është të largojnë nga duke i fiksuar përmes doktrinës. Përmes doktrinës i kanë getizu dhe shqiptarët e indoktrinuar. Prej mullave nuk ka shembull konkret? Ka shumë shembull. Për shembull mund të marrim shembull Zvicër, ku ka rreth 100 objekte fetare të ndërtuara, të cilat po zgjerohen dhe nëse lexojmë për ditë a fundit ka aspekt politik diaspor, dalin edhe ta jap. Ka edhe shteti zvicran ka filluar që ti stopoj për shkak se e ka vrejt se nuk është diçka në rregull, sepse këta kanë ndikuar shumë në xhamatin e tyre atje, me shqiptarë e diasporës, për shkak edhe të nivelit të tyre jo shumë informues, i kanë getizu. Ata jetojnë në geto, nuk jetojnë me sjellje e me kulturë, me traditë që jetojnë banorët vendas, por i kanë mbledh, i kanë friksu dhe i kanë bind që duhet të jetojnë sipas normave sheriatike të mullave, dhe ndërkohë që qëllimi përfundimtar i tyre është dielja me dhe financiare, për të ndërtuar pastaj institucione fetare, qoftë në diasporë, qoftë në vendin tonë, dhe këto janë të njohura se publikisht se lejohemi si shtet dhe si shoqëri që mu investu në këto dogma në vend që të investuaj në tema progresiste, në tema emancipuese, në tema përparuese. Këto është çështje shumë, pyetja shumë interesante dhe shumë e rëndësishme që t'i përgjigjemi saktë. Ka shumë vite, siç e cekëm edhe më herë, që mullahet kanë goditur besimin e institucioneve, duke e sulmuar shtetin, institucionet, dhe kanë largu besimin e njerëzve nga shteti, nga institucionet, dhe kanë kthyer në anën e tyre. Prandaj ne shohim sot shumë fondacione të gjitha
komunave, diasporës, bashkësive fetare që vjelin miliona ndoshta, miliona të orë, dhe që qëllimi i tyre nuk është as ndërtimi i rrugëve, as ndërtimi i shkollave, as ndërtimi i digave, të ujëmbledhësve, është qëllim i ndërtimit të objekteve fetare, i ndërtimit të shkollave ku ligjërohen lëndë fetare, dhe fatkeqësisht kjo është një bërëqësi mbase nga bërëqësia institucionale, fatkeqësisht edhe shteti ka filluar të nënshtrohet. Pse po hesht, Shteti jo vetëm hesht, po ka filluar të nënshtrohet, sepse me bashkëpunim ai friksohet të grupeve? mendoj që për shkak të interesave politike të votave. Po themi, nëse ndihet i rrezikum shteti, a është në gjendje ky shtet, këto parti politike, të cilat koketojnë, po themi, s'po them që i vetëm ju, po edhe unë deri diku po konkludoj që koketojnë me këta mulla, a është në gjendje që më jamnol? Unë mendoj që mullahet janë një përpara se institucionet shtetërore, sidomos institucionet politike. Ne shohim çdo ditë përfaqësues të institucioneve shtetërore, ministrive, qeverive, presidencës, partive politike që nga rendin pas tyre, madje në bazë të kompetencave që kanë. Ju shpërndajnë edhe prona që të ndërtojnë institucione të mullave, ku në vend se të ndërton të shteti, institucione shkollore, institucione për pensionist, për pleq, e tjere, një farforme është bind që këta mund ta kryjnë këtë obligim më mirë. Jo për shkak se ndoshta ju pëlqen ajo, por unë mendoj që është një nënshtrim ndaj fuqisë së tyre. A mund të themi, shpëton me lutror as të tusit as të prokurorit, po kam përzgjedhur që të bashkëpunojnë, edhe qoftë ajo edhe partitë politike, por edhe partitë ku janë shtet, me të tillë, për shkak që me zhvillu korrupsionin pak më lehtë këtë drejtim përderisa që kam shumë informacion për s'po që ki informata, as po them që me dorë ishtin, po do të thosh që po se për hapet si fenomen. Bashkëpunimi ju edhe thatë. Prenat komunat i zhvillojnë prona, komunat bashkë investojnë, po prenojnë besën në mëha. Jo është. Unë nuk e konsideroj bashkëpunim, unë e konsideroj nënshtrim ndaj forcës së tyre. Po gjithsesi edhe nënshtrimi ka një lloj përfitimi, reciprok. Më shumë i mullave se sa i kuptimin zyrtar fitojnë mullat, në kuptimin jo zyrtar nuk e di. Po mendoj që po aludon te pjesa pse po hesht e ligjit edhe subvencionit politika përballë këtij temi. Mendoj se interesant. Nëse intereson për pa korrupsion, i bën që ko kanë dy adhesh të mirën shoqërisë. Se ndërtohen do objekte. Unë mendoj se është gabimi më i madh i shtetit Kosovës, i institucioneve shtetërore, që institucionet fetare ti lejojnë të kryejnë obligimet e shërbimeve publike për të cilat i paguhen institucionet. Nëse këta mullar, siç i përshkruani ju në librin tuaj Mullar dhe Sallë Koncerteve, rrezikojnë rendin demokratik. Qëllimi kryesor i tyre është rrezikimi i rendit demokratik. Atëherë kush ka të drejtë këtë rast me hesht? Unë mendoj se do të ishte shumë e rëndësishme dhe nevojshme që shteti të reagojë, por duke pa këtë bërëqësi shtetërore dhe institucionale, dhe këtë nënshtrim ndaj tyre, unë nuk shoh ndonjë shpresë që këta do të reagojnë ose do të kërkojnë ndonjë zgjidhje në favor të shtetit. Fatkeqësisht janë nënshtruar ndaj tyre që të mos i përsërisin gjëra shpesh. Shteti sot ju dhuron prona, ju dhuron toka. S'është në gjendje shteti janë me ndërtu që tu që ndërtojnë të tilla. Për ata ekziston shteti. Nëse nuk mundet shteti të ndërtoj shërbimet publike për të cilat është e thirrur, atë duhet dorëçi në lëvim tjetër që ose duhet të ndrohet mënyra e funksionimit të shtetit. Nëse pak më herët përmendet besimin tradicional. Ju po më besoj, po do deklarohet që i takoni besimit islam atij tradicional. Si i kundërpërgjigjeni një dikujt që e ka lexuar librin edhe e ka kuptuar sikur ju nëpërmjet këtij libri keni sulmuar fenë islame? Mendoj që fillimisht është mirë të lexohet libri,
edhe pastaj të Të na të dim fort mirë kryesisht sulmojnë ata që se kanë lexojnë. Po, në ata është problem. Ose eventualisht realizojnë vetëm pjesën e partit, po pjesën Përmbajtjes. Jo, për këto që ka shkruar shtëpia botuese. Përkundrazi mbrohet Islam në romanin tim, që është roman, është libër, është studim në fakt. Mbrohet Islami tradicional i shqiptarëve. Nuk sulmohet doktrina e Islamit ekstrem që ka ardhur. Ka qenë edhe më herë po pas luftës së Kosovës është ardhur me fuqishme, me ndikim, ndoshta edhe me financa ma ndoja. A keni mrime bo e ndoren mes besimit shpirtëror dhe indoktrinimit politik? Unë personalisht mendoj që fol për modern sonë. Mendoj që besimi edhe feja janë dy gjëra diametralisht të kundërta. Sepse mund të jesh fetar i mirë, njohës i mirë i rregullave të feve të ndryshme, por mund të mos jesh besimtar. Ose predikus, ose timin praktikus. Por mund të jesh besimtar shumë i mirë, ndërkohë që mund të mos njohësh asnjë normë rregullte të religjionit. Jam i prirur t'ju besoj të dytëve, besimtarëve, sepse feja një përbledh një norma gjithë prej zhvillimeve praktike ditore që ndodhin sa i përket pikërisht që ndërlidhet me këto që e thonë. Në këto reality show-t që i shohim, na patëm një zhvillim të tillë ku pa njoft asnjë rregull. Dikush në atë reality show presupozoi që po i mohuohet e drejta me vendos Shamin ose Terezin që shenjojnë. A do ka të kjo është në të kjo që gjithë ajo është interpretuar sikur është e bune në sajt e asaj që ka quhet ata në atë reality show si lujë. Fatmirësisht nuk. A është edhe kjo, po të thonë, a është edhe kjo si shkak pasojë se këta ligjërues e kanë synimin vetëm pjesën financiare dhe indoktrinimin për të mbivendosur në shoqëri dhe nuk ju intereson se çka beson shoqëria. Edhe njerë, ne si popull jemi me shumicë absolute të konfesionit islam. Dhe është një lloj budallakie e madhe të themi se jemi të anatemuar sikur dikush na pengon që ta praktikojnë fenë tonë, por qëllimi i ekstremismit fetar që ka ardhur viteve të fundit nuk është çështja e besimit, është çështja e shpërfaqjes së besimit ose fesë i cili nëse del publik atëherë është demonstrim politik. S'ka të bëjë me fenë. Ju sulmoni, po themi kushtimisht, vullahet, por në të njëjtin kohë i shihni si të rrezikshme edhe lëvizjet që ku vetë fundit i kemi pa që bujnë tjere mu këthy ndo i qujnë ata fete vjetra. Pyetja shumë e mirë që është një nga diskutimet në roman. Po mendoj që lëvizjet për rikthim në fenë të parëve që ata e quajnë, që janë lëvizje lokale me emërtime të zonave të ndryshme ose terminologji patriotike, unë mendoj që janë një kast për mos i ofenduar shumë, por është një kast sharlatanëve të pa informuar dhe njës të mangët të historisë edhe shqiptarëve dhe islamit, edhe vetë katolicizmit. Unë mendoj që është një, do me thonë është nderi më i madh që i bëhet doktrinës së mollave është lëvizje të tilla, të cilat nuk përfaqësojnë askënd, të cilat nuk e njohin historinë. Ata kërkojnë qëllimin kryesor. Gjë është ndën kjo që do me thonë pjesë të identitetit shoqëror. Po, dhe më lejeni vetëm diçka. Qëllimi kryesor i mollave është që islamin tradicional të shqiptarëve ta zhduk. Sikurse është kjo budallakia e këtyre lëvizjeve, me falni, që thonë se ta fshin 500 vjeçarëshin e historisë islamat shqiptarëve dhe dalin. Nuk kupton kjo që është një 500 vjeçare të zhvillimit kombëtar shqiptar? Po. Nëse tu t'ja të kthejmë në fenë të parëve, ndërkohë që nuk e din sakt se cila ka qenë, me qenë e kemi qenë edhe para feve, atëherë çështja është në cilën fe le të kthehemi. Unë mendoj se fe duhet i pranojmë si kulturë që kanë ardhur
me perandoritë e kohës, por këto lëvizjet e sharlatanëve, e ignorantëve, e njerëzve të paditur që shfaqen sot në Kosovë janë argatët kryesor të doktrinës së mullave, sepse ata flasin për një zhdukje të historisë, ku për shembull flasin kundër figurave shqiptare që kanë qenë islame, prej Ismail Qemali, prej Vëllezërve Frashëvi, prej Ali Pashë të Pelenës, dhe me qenë se po flasin për Ali Pashë të Pelenën, e ka qenë shqiptar, ka qenë një besimtar i Bektashi. Për shembull, Ali Pashë të Pelena ka qeverisë 90.000 km2 shtet, pothuajse autonom nga Perandoria Osmane. Po që kanë qenë të besimit Islam. Dhe që ka qenë shumë tolerant për besime tjera, qoftë hebraike, qoftë katolike, qoftë ortodokse, madje ka financuar funksionimin e tyre, qoftë përmes ndërtimit të sinagogave, kishave, xhamiave, teqeve tjera, plot konfesionet vetë, dhe ka qenë pothuajse afër autonomisë, që ka pas një bashkërendim, bashkëpunim me perandori franceze, angleze, ruse të kohës, dhe me perandorinë osmane kuptohet që ka qenë kupola e fundit, prandaj edhe e vranë në fund për shkak se kërkoi pavarësi. Përmendet shumë perandori. Tash nëse flasim ne, a do të zhdukim pjesën islame të shqiptarëve për 500 vjet, i bjen që ne duhet ta zhdukim spare familjet tona, gjyshrit tonë, historinë tonë, kulturën tonë, muzikën tonë, prisit tonë, për të mos u hap shumë në emrat të përveshëm, të Ismail Qemali, të familja Frashëvi, si të kanë qenë në gjithësit e idesë së krijimit të kombëtarizmit shqiptar. Qoftë duke financuar, konsideroni koma, profesorë thonë se ruaj ta në mos ta njerëz që bëjnë thirrje të tilla për të rikonvertuar, ta themi. Se ne kemi qenë diçka, jemi konvertuar në diçka tjetër që në këtë rast në muslimanë. Kjo është një drejtë e lirë që mund të konvertohesh edhe sa të dëshirojë. Kjo është çështje personale, mund të shkëllë sa afër jo. Mund të kushtimisht në kushte familjare, po themi, ajo në kushëre. Këta që po bëjnë thirrje mu rikonvertu dhe këta mullahet sallës koncerteve zimës si të mendoj që janë vllazër apo nuk njëjën fare. Mendoj se domin Bojnë të njëjtë. Domin e bojnë të njëjtë. Qëllimi është i përbashkët, mund të mos jetë i sinkronizuar, por është një simfoni e çuditshme e përshtatjes së qëllimit të tyre. Temi tyre, po konsideroni, është i njëjtë, i përbashkët, ka shikun shqiptar, po. Është zhdukja e historisë së shqiptarëve në perandorinë e 500 vjeçare. Me kalu diçka kështu në kushte praktike. Me sa keni mujt mi përcjell. Ka më shumë mulla të tillë në Kosovë, në Shqipëri, në Jaj, në të dy vendet, apo më shumë ka edhe në diasporë. As në Kosovë as në Shqipëri, por në diasporë. Mendoj që është pjesa e madhe në Kosovë, është pjesa e shqiptare të në Kërzengjis, nga pak rregulla, por edhe në Shqipëri, dhe ndikimi më i madh i tyre për shkak të shteteve tona, megjithse frazile, megjithse breshta, ndikimi më i madh i tyre, qoftë i mullave të Kosovës, megjithse interesimit të madh për të koketuar i spektrit politik. Por ndikimi më i madh i tyre është në diasporën shqiptare, qoftë i mullave shqiptar të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, zona bresheve, të cilët atje kanë getizu zona ku kanë emru edhe mullat e tyre, diplomatët fetarë në thojza, dhe që ata jetojnë sipas rregullave të tyre, duke e shpërnda këtë ideologjinë e indoktrinimin e frikës, e kushteve parajze se këto që një çështje që nuk i takojnë njerëzimit. Nëse ekziston parajza, është çështje e krijuesit, nuk është çështje e njerëzve që përcaktojnë se kush do të jetë banori. Ka zhvillime në këtë drejtim, kuptimin e parajzës, se sa shpejt dhe sa sigurt mundesh me fitu? Siç ka qenë sipas doktrinës së mullave,
ka vetëm një rrugë, sipas doktrinave të tyre. Të gjithë që mendojnë ndryshe do të djegën në shkritorët e ferrit, që unë mendoj që nuk ekzistojnë. A keni mri me e kuptu cila është e rruga sipas mëllave të librit tuaj që nëpërmjet cilës mund të ngri parajza dhe rrugë të tjera dërgojnë drejt shkritores? Me qenë se po flasim, nuk po flasim për fetash, as për besimin, flasim për mëllave. Për mëllat, absolutisht. Sipas doktrinës së mëllave, nëse dëshiron ti është banor i parajsës, duhet të paguash, duhet të sjellësh sipas normave të tyre, duhet të jetosh sipas rregullave të haxhi, edhe sipas mëllave tu, a do ekziston edhe diçka përpej? Haxhi sipas tyre është një vizitë, haxhi është vizitë, që tani është shumë fishu çmimi për me shku. Është shumë mirë me shku, por është çështje krejt financiare e organizuar për mëllave. Por nuk është i vetëm me rregull. Është haxhi, është umreja, është Ramazani, është. Por të gjitha janë çështje të normatizuara në libra të shenjtë, në thëniet të profetëve, krejt në rregull. Qëllimi kryesor i mëllave nuk është besimi, është në nështrimi ndaj doktrinave të tyre dhe përfitimi financiar, qëllimi përfundimtar. Leon Tolstoj thot, predikuesit fetar që kanë për qëllim përfitimin financiar janë pabesimtarët më fanatik ose më të mëdhej, që unë besoj shumë në kësaj që pesho këtu që edhe minutarëja nuk është që na çet dikush duar përpara, ne mund me fol po për çel më konciz. E keni fol mbështetjen Bektashi? Po. Nuk pasova një deklarim publik ku e kam mbështet. Pse mbështet një Vatikan Bektashi? Me themi Vatikan Truiza. Mendoj që është një krijim i jashtëzakonshëm, një institucion i rëndësishëm shtetëror, edhe fetar, edhe politik, i cili do të luante një rol të jashtëzakonshëm në botë, ku do të kishte edhe përfaqësi diplomatike, dhe do të ishte një shembull i tolerancës fetare. Por do të tregonte edhe historinë reale të ardhes së Islamit në trojet shqiptare, ku Bektashit kanë qenë të parë që kanë ardhur dhe para perëndimit. Ju thoni që të tjerat nuk e tregojnë historinë vërtet se si ka ardhur Islami në trojet shqiptare, po themi. Tani mendimet personale të tjerë nuk janë të rëndësishme, sa janë të rëndësishme fakte. Për fakte zyrtare tregojnë të argumentuara në arkivat shtetërore. Pse nuk i vënë në Kosovë, po në Shqipëri dhe me qenë është numri më i madh i tyre atje, dhe me qenë se për shkak të politikave të vitit 1913 të Republikës Turke, ata janë zhvendosur në Shqipëri, sepse nuk ka qenë qendra e tarikatit Bektashi në Shqipëri. Në kohën e Ataturkit është zhvendosur në Shqipëri. A është kjo zgjidhje kundër ekstremizmit? Unë mendoj se është presa kryesore për përhapjen e ekstremizmit fetar në Kosovë, sepse e ndalon mashtrimin që proklamohet ditë për ditë dhe tregon për Islamin dhe për ardhen e Islamit në Kosovë, si ka ardhur pak para perëndërisë, që është e argumentuar edhe në arkivat e Stambollit dhe të perëndërive të tjera, dhe e godet më shumë se çdo lëvizje tjetër. Pra, personalisht si shkrimtar, si qytetar dhe si politolog, nuk kërkoj të ndalohen predikimet e mullave, thjesht jenë sipas normave që nuk rrezikojnë shtetësinë, nuk rrezikojnë traditën, nuk rrezikojnë kulturën dhe nuk rrezikojnë historinë, qoftë edhe të Islamit. Sikur se jam shumë kundër edhe lëvizjeve që folëm më herët, të cilët janë lëvizje e sharlatanëve, pa informuar dhe që nuk kanë asnjë njohuri as për historinë, as për fenë, as për politikën, as për fetë. Do të ishte shumë normale që një pref kërkonte prej qytetarëve të kthehen në katolicizëm, por
kur shet Tulli Farlloj ignoranti të kërkoj një gjë të tillë është pa sens. Si konkludim, shteti është i nështruar përballë mullave të tunë, po themi kushtimisht. Mendoj që po janë shumë prej institucioneve të shtetit kanë koketuar me mullat vit pas viti. Mendoj që janë të nënshtruar kundrejt tyre, kundrejt fuqisë tyre, dhe prandaj sot shumë politika, shumë pushtetarë, shumë njerëz përgjegjës që janë thirrur për rregullimin e jetës së qytetarëve, qoftë në kuptim të ofrimit të shërbimeve, e të sigurimeve të tjerë, nga rendin pas mullave, kur ata përrojnë ndonjë vepër të tyre të cilën e kanë ndërtuar me donacionet e qytetarëve të këtij vendi, të cilë poshtë paguajnë tatime, të cilët po, dhe mirë që i përmendet tatime. Ekziston edhe një administratë tatimor në këto isha mullave. Qoftë biznesi, qoftë qytetarë, qoftë ndjekësi, që paguajnë pothuajse paralel me sa paguajnë në administratën shtetërore, por nuk kontrollohet. Prandaj ata kanë fuqi, prandaj ata ndërtojnë. Prandaj ata krijojnë institucione, ndërtojnë mekanizma shërbimi që unë kundër ndihmës së njerëzve. Na bën kontroll Do doja që këto të kryejnë të shteti, jo institucione fetare. Qoftë shërimin jashtë shtetit, qoftë këto pensionet e plezhëve, qoftë qëndrimin pensionat, unë do doja të ishin të shtetit, sepse kjo është shteti jo sipas kushtetutës. Nëse ndrojmë kushtetutën, okay, vendosim çfarë forma të qeverisjes e kemi. A në kupton kjo që na bën dom edhe në raport me integrimet në Bashkinë Evropiane, kur kemi parasysh që këtu e kanë gjërinë e plot, thua po themi, funksionojnë, ndërsa në diasporë, në këtë rast në zgjidhje kemi pas kuvet fundit lajme që janë vendos në masat e dyshimit, mesazhet ndalimit të marrjes së kytje dhe po krehen të dhënat financiare të tyre. Shumë mirë. Po pse tek ne s'po ndodh? Se tek ne po themi se tek ne është gjeneza. Burimi është po. Pse tek ne nuk ndodhin të tilla kontrolla? Ka bëj marrin dinoza dhe ku po investojnë dinita? Nëse flasim para kohës së mullave, të cilët unë shkruaj në vepër, Islami i shqiptarëve nuk ka qenë rrezik për civilizimin perëndimor. Asnjëherë. Por për mullat të tashëm, të viteve të fundit, në përqesim jeni zezë edhe kombet shqiptarë edhe kombet shqiptarë, por e rrezikojmë edhe civilizimin perëndimor. Sepse nuk duhet kemi frikë të tregojmë të vërtetën se shqiptarët, mullat shqiptarë kanë nxit ndjekës të tyre, po ashtu të komunitetit shqiptar me mira që t'i bashkojnë organizatat terroriste në shumë vende arabe. Kjo s'ka ndodhur para vitit 2000. Vjen marrë edhe të tillë indoktrinimi edhe të tillë digjerimi që t'i bindin njerëzit që madje kanë shkuar edhe nga ndjekës të tyre dhe nga diaspora që kanë gjenezën në Kosovë dhe në trojt shqiptar. Dhe për statistikë, në numër të banorëve, shqiptarët janë numër ne në Europë për numrin e terroristëve që kanë qenë në vendet arabe, pra që kanë luftuar për kauza të ndjehome sipas ideologjive të mullave. Prandaj rrezikojnë edhe civilizimin perëndimor. Tani, por jo në kaluar. A duhet të forcohet shteti si institucion apo duhet të kthillet me gjuhën e popullit tonë? Shoqëria. Unë mendoj që duhet shteti të funksionojë sipas kushtetutës të ligjeve që ekzistojnë. Kur gjë tjetër. Feja duhet të luajë rolin e vet, siç e ka, jashtë institucioneve shtetërore, jashtë ndikimit në shoqëri dhe është çështje personale njerëzve se si besojnë, ose në çfarë feje dëshirojnë të besojnë ose çfarë ndjejnë është krejt personale dhe se ndalon askush. Sen ka shumë për me folë. Na jemi ku edhe kolegë si të thash. Në atë botë, me sa kujtohet, synim, si të ri, për dallim për të rive të sëdëm, nuk e kemi pas që me qenë të indoktrinuar për dikujt, pa kemi pas me studiu edhe me i kuptu ma mirë këtu. Sëtë, duke qenë se shoqëria jonë, si të mos gjeneratët të reja, për më shumë dhonën mas rrjeteve sociale.
dhe ma pak mas leximit tradicional. A bjen që më të hapur për mu mbi vendos dhe mu ladh. Mendoj që indoktrinimi fetar në Kosovë është mbështet me vetdi ose pa edhe nga rrjetet sociale edhe nga ju mediat, të cilat ju kanë dhënë hapësirë të jashtëzakonshme, që po thuaj se është e pamundur të hapësh një kanal televiziv dhe të mozesh një imam të kush dhe qoftë ai që predikon norma rregulla. Kjo është ndesh me normat kushtetuese të Republikës Kosovës. Zotën nuk është që i lo pa faj mediat, por rrjedhimisht Ndërkohë që ata kanë krijuar edhe mediat e edhe rrjetet sociale të tyre. Edhe janë dekorira. Nuk është duhet të injoru shoqëria sipas mendimit, se hapësinë kanë nga do. Mendoj se është jo mbyll dyert në televizionin në të që mendoj se janë studio të leca virtuale. Në shtetëror duhet ta luajë rol konform përgjithësive që ka. Por fatkeqësisht shumë viteve të fundit, ata janë vazal të mullahëve, qoftë për interesa personale që nuk e di, qoftë për interesa politike elektorale, por unë ndihem shumë keq kur kryeministri ose një ministër ose një deputet ose një kryetar partie ose një kryetar komune që shohin për ditë duart trokit një investim fetar që i shërben interesi publik dhe që ai shërbim mungon për shkak të brështësisë vet personit që duart trokit. Unë do doja që t'ishte punë e shtetit. Askush të ndalën askënd që don ataj ndihmoj mbledh fund, por natyrisht mënyrë të kontrolluar dhe për hir të shoqërisë dhe për hir të interes të shtetit fillimisht. Nisëm filluar që kaq. Urojm tutje që kanë funksionuar secili për interes të shtetit, kombit dhe të këtij populli të shumë vujtur, dhe të pandemive që kanë përkuar në regione, edhe të ecim tutje si shoqëri normale demokratike. Ishte kënaqësi të diskutojmë për këtë temë që shpeshon veten në rrogoz. Falënderoj, ne nuk ja çitëm pikën, as nuk kemi ne nuk kemi prek ndonjë tekst fetar, as nuk kemi deformu, jemi të hapur edhe për debate edhe për diskutime dhe në të ardhmen. Gjithsesi jo, ju sugjeroj, është një libër jashtëzakonshëm, paçka nëse vërtet lexohet nga shoqëria kosovare shqiptare, mund të ngjallë debat. Dhe debatet gjithmonë sjellin si autor jam i gatshëm. Faleminderit njerëz, suksese.